Vendimi i gjykatës kushtetuese për pezullimin e zgjedhjeve të përjetshme të Bashkinisë së Tiranës ka sjellë reagimin e menjëhershëm të opozitës, nga selia e Partisë Demokratike Sali Berisha përshëndeti këtë vendim duke e cilësuar si një akt që rivendos besimin tek drejtësia dhe garanton respektin e kushtetutës. Përshëndes vendimin unanim të gjykatësve, të cilët mbrojtën kushtetutshmërinë dhe kushtetutën nga armiqtë e tyre, për të mos thënë një fjalë tjetër që edhe s'mund të mos e them, nga horrat e shtetit. Berisha tha se Bajram Begaj duhet shkarkuar pasi kushtetuesja vendosi pezullim të dekretit për zgjedhjet në Tiranë. Ne kemi paraqitur kërkesën për impeachment. Zoti Begaj është i padenj jo për postën e presidentit, por zoti Begaj me dosjet që i rëndojnë është sklav i veprave të tij, i akteve të tij kriminale në plaçkitjen e pronave të ushtrisë me Edi Ramën. Prandaj dhe ai i lejoi vetes të firmos një vendim që kur nuk mund ta firmoste. Megjithatë, procesi zgjedhor në 9 nëntor është pezulluar, kreu i demokratëve bëri të qartë se kandidati i opozitës për kryetar bashkie në Tiranë do të mbetet Florian Binaj. Shpresoj se të gjitha partitë opozitare edhe pas këtij vendimi do t'i rikonfirmojnë Florian Binos, i cili, siç jeni ndjeni, u prit me shumë pëlqim dhe kënaqësi nga qytetarët e Tiranës, të gjithë spektrit dhe të gjithë shtresat, grupet me radhë. Sipas Berishës, vendimi i kushtetues është një fitore për qytetarët dhe për demokracinë, duke hapur rrugë një procesi zgjedhor më të drejtë dhe më transparent në kryeqytet.